Kryeministri Isa Mustafa është takuar me ministrin e jashtëm të Republikës Federale të Gjermanisë, Frank-Walter Steinmeier, ku edhe kanë diskutuar për zhvillimet e fundit në vend. Ministri i jashtëm gjerman në konferencën për media tha se stabiliteti ekonomik duhet të shoqërohet edhe me stabilitet politik. Ai tha se këtu bën pjesë edhe përmbushja e parakushteve të përcaktuara, të cilat i ka Kosova kundrejt Bashkësisë Evropiane dhe sipas tij këtu bën pjesë edhe themelimi i gjykatës speciale. Unë jam i besimit, po ashtu sikur edhe jo, që kjo do të ndodh, pra një vendim do të ketë lidhur me këtë në javët e ardhshme. Dhe unë mendoj që kjo është e mirë, sepse kjo është një dëshmi që Kosova jo vetëm ka vullnet që ti përmbush obligimet ndërkombëtare, por edhe që merr përgjegjësi për vendin e vet. Ai tha se gjykata themelore do të formohet dhe nuk është lajm i keq, por është lajm i mirë, dhe mendon që Kosova i bën favor historisë së vet dhe gjeneratave të reja. Kryeministri Isa Mustafa tha se nuk e din datën e saktë se kur do të shkojë në kuvend gjykata kushtetuese. Cila do të jetë data kur kuvendi do të trajtojë çështjen e ndryshimeve kushtetuese dhe të aprovimit të ligjit mbi dhomat e veçanta të gjykatës speciale nuk mund të them sot, sepse akoma nuk ka përfunduar tërësisht ligji. Sa kam informata, pritet që javë tashme, në vërtet javë nashme të vjeni grup punësues i Brukselit në mënyrë që të harmonizohen qëndrimet me specialistët nga Kosova lidhur me ligjin mbi dhomat e veçanta të gjykatës speciale, dhe unë mendoj se posa të përfundoj ajo në atë procedurë, do të procedohet në kuvend. Gjatë takimit, Steinmeier ka thënë se janë të përkushtuar që liberalizimi i vizave të ndodhë. Nga ana ime kam shprehur po ashtu edhe që ne nga ana evropiane kemi një interes, duhet të kemi një interes që jo vetëm që një vend i vetëm të mbetet larg në zhvillimin e përgjithshëm, e dim që jo të gjithë mund të jenë në nivelin e njëjtë, mirë po që jo që një shtet të mbetet shumë larg, dhe ne kemi një interes që liberalizimi i vizave të jetë në një nivel të diskutimit, dhe ai është në nivel diskutimit me institucionet evropiane. Ai tha se lufta kundër korrupsionit është prioritet i qeverisë dhe sipas tij shteti ekonomik duhet të shoqërohet edhe me luftimin e korrupsionit.